Sot është 14 shkurti, dita e dashurisë. Kjo ditë është një ditë që është ditë e përkujtimit të Shën Valentinit, i cili ishte një prift që pagëzonte çiftet e reja për martesë. Dhe që atëherë kjo ditë mori ditën e dashurisë. Të themi ditë dashurie nuk është midis vetëm çifteve, po kjo ka marrë një kuptim tjetër, më të gjerë këtu te ne. Ka marrë midis vllajt dhe motrës, ka marrë prindrit të fëmijëve e gjithandej me radhë. Kjo është një ditë që ne duhet t'japim mirësi, duhet t'japim lule, duhet t'japim të ëmbla dhe një bashkëpunim midis njëri tjetrit, një vllazëri midis njëri tjetrit, edhe një kuptim që t'i japim botës ndryshe. Por ka organizata, siç është ajo e Mekut, që i mban njerëzit mbyllur, i mban të dënë tutel, duke i hequr edhe çdo djeshmëri njerëzore, duke i ndarë nga nënat, nga prindrit e tyre, disa nëna që kanë edhe njerëz të varrosur këtu në Shqipëri, edhe duan me patjetër që shoqata jonë në gjatë e bëri këtë për humanizëm, duke vajtur te varret e tyre, duke i kujtuar e t'i themi nënave të Iranit që ne i kujtojmë, i duam edhe i respektojmë. Edhe themi që edhe asaj organizate që i mban të mbyllur, të hapin sy, të hapin dyer, të hapin dritën e mendjes, që të ketë një bashkëpunim, që të ketë një dashuri, të ketë një mirësi dhe t'i lejojnë nënat apo vëllezërit e tyre të takojnë motrat dhe familjarët e tyre. Mos i fusin më, mos i bëjnë shplarje truri më, por që të integrohen dhe ata në jetën e lirë, në fjalën e lirë, në lirinë që na i ka dhënë vetë Zoti. Faleminderit.